Njihuni me 63 vjeçarin që përngjan me Gjergj Kastriot Skënderbeun. Në Pej, Reshat Berisha njihet si një nga qytetarët më të respektuar nga të gjithë. Ai, për disa vite, kishte jetuar në Perëndim, apo më saktë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që i cili më pas u kthye në vendlindjen e tij në Pej. Por ajo që habit më së shumti të gjithë është ngjashmëria që Reshat Berisha ka me Gjergj Kastriot Skënderbeun. Ndryshe, Reshati më herët ka qenë një sportist dhe ish punëtor i radio-televizionit të Kosovës dhe ka qenë një personazh i përfshirë në fusha të ndryshme. Ai bën të ditur se gjatë periudhës kur ai kishte jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë shqiptar i kishin thënë se në qëndrimin e tij në profil, duke u bazuar tek mjekra, ai duket si Skënderbeu. Tutje, Reshati u shpreh dëshirën e tij të kamotshme, e cila është bashkimi i të gjitha trojeve shqiptare. ATV-ja realizoi një intervistë me të ku 63 vjeçari tregoi më gjërësisht për jetën e tij.